Floku janë antenat e njerëzimit. Nëse keni parë filmin Avatar, që ai vën flokun me kalin, me atë fluturues dhe lidhen bashk. Të çdo milimetër që rritet, ose çdo centimetër, është si me qenë ajo karta regjistrimit në kompjuter. Është të njëjtën vlerë, regjistron çdo emocion, ndjenjë tënde, por dhe të shoqërisë, çfarë është duke ndodhur. Dhe floku dhe zemra, këto dy instanca, janë të parë që marrin vesh, pa marrë mendja vesh absolutisht. Domethënë, nga që shoqëria është ndotur shumë nga mendimet negative, flasin keq për njëri tjetrin, çfarë duhet? Ni duhet gjithmonë të prej me hënën e plot flokët. Sidomos bishtat. Aq më shumë, aq më mjedhëm tani që i pata të gjata me vajzën, me ardhi momenti që do të prej të heqi disa informacione, të dhimbjes, të lindjes, e shumë e rrallë, si çdo nën. Dhe çdo gjë është regjistruar. Është si një regjistër, imagjino. I thëmë është ajo Akasha, kush e ka lexuar librin e Akashës, që është sipër në qiell, floku regjistron në mënyrë të pavetdijshme çdo informacion global, deri nganjëherë dhe universal. Prandaj është shumë e rëndësishme ta duam flokun, ta shplajmë me ujë me krip, të bëjmë nganjëherë kështu në vas, kush e ka të mundshme, kuptohet, një herë të paktën në javë, që të pastrojnë atë aurën të trupit të lëkurës, por dhe të flokëve me ujë me krip. Të rinë disa minuta dhe ta heqim, ta shplajmë. Ujë me krip deti origjinale, jo të jodizuar, origjinale, ashtu siç është.